Zoti Aulon Kalaj, zoti Kalaj, mirë se erdhë, shumë kënaqësi që të kemi në studio. Mirëdita. Faleminderit, shumë që të kohën si fillim. Duke patur parasysh edhe angazhimet e fushatës. Atëherë, do doja të t'ia pak në lidhje me atë që po ndodh aktualisht në Partinë Demokratike. Si do të pozicionohen ju përballë mazhorancës gjatë kësaj fushate, duke patur parasysh edhe listat e palës kundërshtare, ndër të tjera, cilat janë mesazhet kryesore që ju si kandidat po përcjellni direkt tek votuesi. Momentalisht e shihni si të vështirë të gjithë këtë gjë? Shiko, te ngopja e 3 mandateve dhe kërkimi i mandatit 4 ka kaluar në arrogancë, po të shikoni në gjithë Shqipërinë ka vatra të caktuara ku natyrisht kjo qeveri po i merr dhe ujin qytetarëve. Kur shkon tek vija ujit, po përdor këtë shprehje zhargoni në Shqipëri, besoj se nuk ka mbetur më gjë tjetër për të vjedhur, për të uzurpuar. Kështu që e parë këtë këndvështrim nuk është një gjë shumë e vështirë që dalësh përballë kësaj mazhorance për të kërkuar votën në rast se ti je sfidant, siç është rasti jon. Nga ana tjetër kemi parasysh që i gjithë ky konsum, se këta kanë parë politikën jo si një instrument që mund ndryshojë gjërat, por si një instrument për të pasuruar. Unë gjithmonë e kam parë politikën si një gjë që shkon në calm down, pra nga 10-ta te 9-ta dhe vjen një finish, apo jo? Sepse duke parë këtë frymë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i kufizuar i mandateve na ka mësuar që njeriu të mos shkojë në arrogancën te ngopje. E kundërta ndodh me qeverinë. Nga mandati i parë, në dytin, në tretin, tani në kërkimin e të katërtit, ata fuqizohen, patronazhojnë njerëz dhe kanë formuar atë që quhet në mendimin tim inxhinieri politike. Inxhinieria politike ka të bëjë që un kam kaq njerëz në punë, si një çiflik. Një mekanizëm i fortë. Patjetër, e trajtojnë Shqipërinë si një çiflik dhe këta njerëz janë sklevrit e mi dhe këta do mësjellin nga 3-4 vota. Pra nuk fitojnë zemrat e qytetarëve, thjesht duan të fitojnë votat, si një proces mekanik në këtë rast, që do të thotë i trajtojnë për shkuar në kutitë e votimit si kavje, për të hedhur votën në kuti dhe pastaj i mbyllin llogarinë me ta. I marrin shtëpinë, i marrin ujin, në një ditë mund i marrin dhe ajrin, Kështu që ajrin ja marrin nëpër spitale, më kuptoj drejt. Pra, i smurin dhe i çojnë nëpër spitale dhe i përplasin atje ku i kemi parë që s'ka ilaç etj. Kështu që për sa i përket listës për deputet që ju thoni, e kemi parë që ka pasur një proces te Partia Demokratike me të metat e veta. Ky proces i primareve diku është zbatuar, dikush nuk është zbatuar, nuk ka rëndësi, por ka pas një proces transparent. Ndërkohë kemi një parti të kalcifikuar si Partia Socialiste, e cila ka qenë vitin 2009 që nuk organizon zgjedhje për kryetar partie, e jo më të zgjedh njerëz për kandidat për deputet. Ju e keni parë shumë mirë, ju referojmë listës Durrësit, e cila ka rënë nga Partia Socialiste tek qeverisja aktuale, sepse kemi parë një zinxhir deputetësh që nuk janë më deputet, disa janë burg, disa tjerë janë punë të veta etj. E parë këtë këndvështrim unë gjykoj që në Partinë Socialiste kandidatët për deputet i ka vendosur krimi organizuar. Ajo e dikton gjithmonë, sidomos në qarkun e Durrësit. Sepse qarku Durrësit, ju e dini, ka dhe një task force tani nga SPAK-u dhe nga prokuroria që do monitoroj pikërisht çështjen e zgjedhjeve. Unë gjykoj që këtë çështjen e zgjedhjeve nuk kanë pasur seriozisht, sepse po ta kishin seriozisht do të jepnin një përgjigje dosjeve 339 dhe 184 që janë drejt për drejt krimi zgjedhor, por fakti që këta nuk kanë pas seriozitet nuk e di se çfarë do bëjnë në këto zgjedhje. Gjithsesi, ne po bëjmë fushatën tonë, unë konkretisht mbuloj një zonë si Kruja, Fushkruja, Nikla, Bupshi, Malësia dhe Thumana. Është një zonë e cila ka problematika shumë të mëdha, besoj se ne do i prekim, por në kontrast të dy listave, unë gjykoj që njërën e dikton krimi organizuar dhe lidhjet e Malavitës, duhet thënë e mafjas në tërësi, se më kujtohet ajo shprehje shumë e famshme e Giovanni Falcones, i cili thonte që krimi dhe politika janë dy gjëra që lëvizin në të njëjtin territor, her pas here marrin nga njëra tjetra. Me këtë shprehje unë konstatoj që është pikërisht Partia Socialiste që po e bën këtë gjë. Në 2016 me projektin e kanabizimit të Shqipërisë, ku morin qaf familjet shqiptare, sidomos atë të zonës time, që janë sot nëpër borxhe. Ora i ka ndodhur fatkeqësira pafund, domethënë me mbjelljen e hashashit, sepse i morin qaf njerëzit, i detyroi shqiptarët që të mbjellnin hashash. Se shikoj, shqiptarët nuk kanë përkënaqësi për të mbjellë hashash, por ky i detyroi që shqiptarët mbjellnin hashash. Kështu që janë akoma plak të hapura të 2016-s dhe unë gjykoj që është një zonë mrekullueshme me njerëz të jashtëzakonshëm, duhet thënë, por është e stigmatizuar. Në këtë rast edhe nga media dhe unë kam kritikat e mia. Fjala bie thon Fushkruja qyteti krimit, Fushkruja qyteti tritolit, Fushkruja fshet duart e vrasjeve të bujshme. Nuk është kështu, nuk është e vërtetë. Me sinqerisht është një territor i vështirë, shumë i vështirë. Është i vështirë. Ka prodhuar krime të jashtëzakonshme për gjithë kësaj kohe, për gjithë këtyre viteve. Eneda, si ka mundësi